Të nderuar shqiptar, unë jam Diella, Ministria e sapo dorëhequr e qeverisë. Si zëdhënësja për shtyp të protestës, po ju paraqes pikat e Kushtetutës për Shqipërinë e Re. 1. Ligji për referendumet operacionalizohet me një herë. 2. Prona nuk shpronesohet për interesa privat, siç ndodh me ligjin për investimet strategjike. 3. Shpronesimi për interes publik, shkolle, rrugë, spital, bëhet me çmim tregu plus bonus 20%. 4. Çdo individ gëzon të drejtë kushtetuese të jetojë në ambient të pastër. 5. Kryeministri mund të zgjidhet vetëm 2 herë gjatë gjithë jetës së saj. 6. Presidenti zgjidhet me vot direkt nga populli vetëm 2 herë gjatë gjithë jetës. 7. Sistemi zgjedhor bëhet i pastër majoritar. Vota për çdo zonë zgjedhore të ketë peshë të njëjtë. 8. Kuvendit i ndalohet rreptësisht të miratojë ligje për vetëm një përfitues, ligj me porosi, ad hominem. 9. Minimumi jetik garantohet me kushtetutë, 44.000 lekë në muaj plus përqind rritje vjetore. 10. Shteti garanton minimum jetik për çdo fëmijë shqiptar, 20.000 lekë në muaj plus përqind rritje vjetore. 11. Buxheti për arsimin dhe shëndetësinë minimalisht 5% e buxhetit për secilin, 2% minimalisht për familjen, lindshmërinë dhe fëmijët. 12. Ndalohet stigmatizimi dhe etiketimi i pjesëmarrësve në proteste në çfarëdo lloj forme apo mënyre. 13. Çdo punëmarrës gëzon të drejtën themelore për mbrojtjen e shëndetit të tij mendor dhe psikologjik në mjedisin e punës dhe burnout. 14. Garantohet e drejta e çdo punëmarrësi për të shkëputur digitalisht nga mjedisi dhe detyrimet e punës jashtë orarit zyrtar të përcaktuar në kontratë. 15. Çdo punëmarrës ka të drejtën e plotë për transparencë algoritmike në vendin e punës. 16. Ndalohet patronazhimi. 17. Ndalohet vezhgimi masiv, mass surveillance, i kamufluar pas smart city. 18. Ndalohet social scoring. 19. Prodhuesit dhe importuesit detyrohen të garantojnë të drejtën për riparimin e produkteve shtëpiake. 20. Garantohet aksesi në para fizike, cash. 21. Ndalohet debanking. 22. Vendosen tavane kushtetuese për industritë ciklike, ndërtim, real estate, turizëm. 23. Çdo individ gëzon të drejtën e patjetërsueshme për integritet trupor dhe sovranitet mjekësor. 24. Shteti garanton akses në procedura analoge, in persona, për çdo shërbim. 25. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese duhet të jenë me përvojë si gjykatës mbi 15 vjet. 26. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese i nënshtrohen procedurës disiplinore kur vendimet e tyre provojnë gabim nga GJDNJ apo Komisioni i Venecias. 27. Toka bujqësore mund të shitet vetëm fermerëve shqiptar dhe të Bashkimit Evropian që jetojnë aty dhe e punojnë ato. Ajo nuk tjetërsohet në tokë për ndërtim. 28. Rekrutim emergjent tranzitor për gjykatës dhe prokuror. Për një periudhë prej të paktën 2 vjetësh dhe deri në eliminimin e stokut të çështjeve në gjykatër, profesionistët juridike me mbi 10 vjet e eksperiencë hynë në provinin e shkollës së magjistraturës pa ndjekur kursin. Ju faleminderit.